Situata krijuar një ditë më parë nga moti i keq me erë të fortë dhe rreshje shiu dhe dëbore në qarkun e Lezhës ka nisur të përmirësohet. Sipas të dhënave zyrtare nga mbrojtja civile, përgjatë 24 orëve të fundit kanë rënë 14 mm shi, kurse në lartësitë mbi 700 metër ka pasur rreshje bore me intensitet mesatar. Në zonat malore të bashkisë Mirdit, njësitë administrative Fan, Orosh dhe Selit, tërësia e borës ka arritur deri në 20 cm, duke krijuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve. Përgjatë natës është punuar nga mjetet e bashkisë Mirdit dhe të gjitha rrugët në zonat rurale janë të kalueshme, e po ashtu kalimi në rrugën e Kombit, në pjesën që përshkon qarkun e Lezhës vijon të jetë pa probleme. Prezencë bore ka patur edhe në aksin rrugor Kallmet-Ungrej, por pa krijuar problematika në lëvizjen e automjeteve. Ndërkohë shpejtësia e erës ka rënë, duke u dhënë mundësi edhe punonjësve të operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike të riparojnë defektet e shkaktuara në rrjet dhe prej mesnatës së të dielës është bërë i mundur rikthimi i energjisë elektrike në të gjithë territorin. Ndërkohë situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm, kryesisht në zonën e Mirditës, pasi rënja e temperaturave mund të sjellë ngrica në rrugë.